Java e 19 e kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë grupi A ka rezultuar pozitive për ekipin e Beslidhjes, i cili me fitoren 3-0 të regjistruar në shtëpinë ndaj Luzit të vogël 2008 vazhdon të kryesojë tabelën e klasifikimit, tashmë në kuotën e 45 pikëve, e ndjekur nga Sopoti i Librazhdit me 42 pikë dhe KF Shiroka me 38 pikë. Ky fundit ka bërë një hap të gabuar këtë javë duke u mundur në transfert nga Gramshi me rezultatin 2-1. Sfida e luajtur në stadiumin e Xhiptrungut të Gramshit të shoqëruar me rivalët dhe emocione, ku në minutën e 45 pra janë vendësi që shërën me autorin Tobar në minutën e 13 duke mbytur pjesën e parë me shifrat 1-0. 5 minuta nga fillimi i pjesës së dytë vendësit shënojnë dhe golin e dytë me autorin Esmeralda Luku, duke quar në 2-0 avantazhin e Gramshit. Shiroka drejtuar nga trajneri Ardit Mani nuk dorëzohet dhe arrit ngjeshëm lojën sulmuese në kërkim të golit, dhe ai nuk vonon kur në minutën e 59 arbitrit kryesor nuhi akordoi një goditje dënimi jashtë zonës në favor të Shirokës. Ekzekutimin e merr përsipër kapiteni Erion Vucaj, i cili e dërgon topin në trekëndshin e portierit Vendas Hoxha. Gol ky që ngushton diferencën 2-1 duke rihapur ndeshjen. Shiroka vazhdon të sulmoi në portën Gramshiota në kërkim të golit të barazimit, por megjithatë raste të shumta në mbyllje të minutës së 90, fitoria takon Gramshit Vendas me 2-1. Një humbje kjo për Shirokën e frenon në kuotën e 38 pikëve, duke qëndruar në vendin e tretë të renditjes, 4 pikë më pak se sa Sopoti i Librazhdit, që mban vendin e dytë dhe 8 nga Beslidhja kryesuese. Skuadra tjetër e Çarkut Shkodër Tërbuni i Pukës ka dalë fituese këtë javë duke u mundur në stadiumin Ismail Xhamali me rezultatin 2-0 Adriatikun 2011. Ndërkohë Basranja Bushatit ka qenë mysafir në Librazh, ku është mundur nga Sopoti me rezultatin 2-0, po Kianat e Tërbunit bajnë vendin e 6 me 23 pikë, Alsaka dhe Naftëtari i vendit të 5, ndërkohë që Basranja është e 10-ta në renditje me 10 pikë.